Qeveria ka miratuar kriteret e reja të skemës kombëtare të subvencioneve në bujqësi për vitin 2025, çka i hap rrugë nisjes së aplikimeve nga ana e fermerëve. Ministria e Bujqësisë Anila Denaj bëri me dije se skema ka disa risi këtë vit. Konsiston në masat e financimit për të gjithë fermerët dhe blegtorët, me një risi për të gjithë ata të cilët mbashtojnë viça për majmëri. Dhe kjo është një masë e kërkuar për gjatë gjithë vitit të shkuar, për ta shtuar, kështu që unë jam shumë e kënaqur sot që fal vendimit të qeverisë kjo u bë e mundur dhe mundson më shumë fermerë të bashkohen skemës kombëtare. Sigurisht në skemën kombëtare të vitit të kaluar ne vendosëm një risi ku skema e financimit plotëson 100% të nevojave që në fillim të atyre fermerëve dhe blegtorëve që janë të bashkuar. Ndërsa detajoi masat e skemës, Ministria theksoi se naftën falas në bujqësi do ta përfitojnë më shumë se 50.000 fermerë, por do të përforcohen kontrollet. Përgjedhët deri në 10.000 lop ose mëshqera, 5.000 lek për viçat, jo më pak se 10 krerë. Kjo mas vazhdon të jetë si një kufi i cili mbështet ekonominë e shkallës, por duke nxitur bashkimin, besoj që të gjithë fermerët të cilët kanë më pak se 10 krerë kanë mundësi të përfitojnë nga çdo mas e financimit nga kjo skemë kombëtare. Për bagtitë e imta, vijon e njëjta mas financimi 1.000-2.000 lek për litër, për krerë, për bletarin është 1.000 lek për koshere, për perimet luleshtrye dhe të rrush tavoline në sera, masa është 200.000 lek për hektar, por jo më pak se 1 hektar. Dhe së fundmi, po jo më pak e rëndësishme, është skema e naftës, e cila për fondin total që vjen dispozicion është gati 50% dhe përfitojnë më shumë se sa 50.000 fermerë. Do të jetë e njëjta mas financimi si në çdo vit, por do të rrisim element të kontrollit, duke rritur masën e kontrollit sipas një metodologji të re të riskut që të përfitojë fermeri i cili e meriton, është ai që punon tokën. Fondi fillestar që do të shpërndahet fermerëve është i njëjtë me atë të vitit 2024 në rreth 3.2 miliard lek.